Si fillim një falënderim shkon gjithë të njerëzve që na kanë ndjek, na kanë mbështet, kanë votuar gjithë secili nga ne. Po ju rikujtoj që edhe pak orë na kanë ngelur nga finalja e madhe, për ju që nuk keni votuar, nëse keni dëshirë të na mbështesni, është momenti, sepse janë orët e fundit. Sa për pjesën e lojës së Big Brother të secilit nga ne, nuk do e përdorja fjalën pse nuk duhet ta fitoj. Mendoj që gjithë secili ka bërë një farë lufte personale për martu, po do bëj analizën e gjithë secilit duke filluar nga Mateo në rend alfabetik. Atëherë, për çështjen e Mateos, Mateo është një djalë që këtu brenda në 80% të rasteve ka treguar një sjellje korrekte, një djalë të karakterit fort, të argumentave, vende, po ama ka treguar dhe gabimet e tij që fatkeqësisht premjen e kaluar po më kërkonte përgjigje nga ana ime që tha mi tregoti gabimet e mia. Ka patur problemet e veta, rikujtojmë te fakti kur është futur në shtëpi, sikundër mendimi im është që një halk që ka ndihmuar Mateon patjetër shumë ka qenë fakti që është futur pak më vonë në shtëpi, duke e parë se kush ka qenë aktualisht i faktorizuar në shtëpi dhe kujt i ka lëvërdisur për ta gjuajtur në lojë. Dhe patjetër që ka sjellur nga jashtë brenda, dhe kur them nga jashtë brenda, marrim parasysh që ka qenë një kohë kur as Mateo, as partneri i tij në këtë rast Brikena, nuk kanë qenë personazhe publike dhe nuk i përkisnin, domethënë njerëz të famshëm ose ku diun, ka sjellë një histori të isht partnering me Brikenan për të bërë në të cilën nga 35 prime në total, fatkeqësisht në lojën e Mateos 30 prime janë folur vetëm për Brikena Mateo, se ka pas dhe raste që s'u fol fare në për prime, po ka pas dhe raste që fokusi ka qenë Miri. Sa për pjesën e Mirit, mendoj që ka qenë okay që strategjia e Mateos ka qenë t'i bjerë Mirin për të hapur lojën e tij. Disi, domethënë jo se loja e Mateos ka qenë vetëm Miri, se Mateo është lehtësisht e kish kuptueshëm tek analizat, por ama ka qenë konkret, koherent tek Miri, ka bërë një gabim që për mendimin tim nuk ja kam thënë kurrë sepse nuk më Mateo është nga ato tipa që nuk të dëgjon për të kuptuar, dëgjon thjesht për të replikuar dhe për të treguar ato notat e pak arrogancës që ka në moment debati. Ka qenë fakti që në moment që ti konsideron dikë shoqe dhe mundohesh ti bish dikujt në lojë, pa dashje Mateo në çdo situatë që ka dashur të bie Mirit, ka përfshirë mikeshën e tij që në këtë rast jam unë. E bën sot e kësaj dite, duke harruar që kur akuzon atë për një XG, personi, domethënë arsye pse pa akuzon Mirit është prej shoqes vet, domethënë do Mateo po e përfshin. Pastaj për pjesën e Brikenën ka qenë të gjithë e dim që në çdo edicion Big Brother, nuk është ky edicion i parë, një histori roze ka o të ndihmon ose ndihmon fare, o të çon përpara ose të çon fare. Mendoj që i ka marrë një pjesë shumë të madhe të lojës vet. Dhe mendoj që e ka trajtuar më shumë se sa ishte dashur për të trajtuar. Nuk kam qenë nga ato individ që një rast vetëm i ka dalë kundra dhe Mateo e mban iso, kam qenë nga ato njerëz që kam dashur ta besoj, të paktën anën e Mateos. Nuk mund ta mohoj që në një analizë tjetër para disa ditësh i kam thënë që ke përfituar nga rasti që ajo vajzë të ka refuzuar disa herë, sepse ajo është djalë pak populist, ne gjithë e dim se çfarë i pëlqen publikut, atë djalin korrekt, që të dashuruar, që po shkon brapa një vajze, dhe nga kjo situatë mendoj se ka përfituar disi duke nxjerr veten disi rol viktimizimi. Mos harrojmë që ka qenë jo korrekt në shumë situata të tjera, duke përmendur tu ofendime, qasje, ka kërkuar dhe dhunë fizike në një moment kur Rogerti ka përmendur ti e krysh majtësie dhe ai ka reaguar keq duke thënë ma përmend prap, duke insinuar një situatë më të rëndë dhe Mateo e ka ribër, dhe në situata të tjera mendoj që Mateo këtu brenda e ka konsideruar shoqëri 2-3 individ të cilët nuk mendoj se vërtet e ka patur shoqërinë aq të pasur. Në moment që unë konsideroj dikë shok, mendoj që e kurse nga shumë gjëra. Dhe sa për mua si lojtare ka vërtetuar që ka pas shumë gjë për të më thënë. Në moment që unë e kam sulmuar vetëm një herë në lidhje me një prime që ato ndruan vendin si çift dhe shkuan nga ana e Rogertit, që Rogerti ishte armiku numër 1, në atë moment që kam sulmuar, kam filluar debatet e mia me Mateon. Edhe gjatë këtyre ditëve ka qenë përsëritës edhe jo shumë i qëndrueshëm, ikim tek Miri. Sa për pjesën e Mirit, Miri, që jam zgjat shumë. Sa për pjesën e Mirit, Miri është ndër personat që unë e kam filluar lojën këtu brenda në orë takëri. Fatkeqësisht para ca ditësh dëgjova në radio që u pyet historia e sfidës së fillimit ka qenë një sukses apo bumerang. Miri tha faktorizim. Fatkeqësisht do të them që historia e sfidës për Mirin ka qenë një bumerang, dhe jo vetëm për Mirin, edhe për mua, ortakin e Mirit aso kohë, ka qenë një bumerang i cili kë më shumë dhe kë më pak e ka dëmtuar në mënyrën e vet, edhe kë më shumë dhe kë më pak, dhe në këtë rast Mirin e ka ngrit disi në lojë. Ka bërë lëvizje të gabuara ekstrem në lojë, shfrytëzim situatash, një sjellje jo korrekte, qasja me mua, pastaj nga ndarja ortakrisë me mua shkon dhe bëhet ortak me ortakun tim të përbetuar.
Domethënë ka patur disa luhatje, ka treguar mungesa të forta karakteri, mendoj se mund kishte ndarë mesazhe më të forta. Kam pas përshtypjen që këtë një javë ndoshta do ta shfrytëzonte për t'i dhënë një sqarim një herë mirë publikut për pse ka patur të qasje dhe a shpenduar dhe pse ka vendosur ta shfrytëzojë një marrëdhënie të sinqertë dhe korrekte në atë mënyrë, nuk e ka bërë, gjithsesi publiku shikon dhe vendos. Vazhdojmë te Rogerti. Rogerti është një person që sikur të çunat e tjerë nuk mund ta them që s'ka patur strategji këtu brenda. Fatkeqësisht unë kam menduar dhe gjithmonë do ta mendoj që ka ardhur me një strategji të parë më përpara në edicionet e kaluara, por ama ka sjell një version të tij të gabuar. Dhe kur them gabuar, pse? Sepse ka qenë lojë ofendimesh, lojë bullizimesh, diskriminimesh, përdorim familjesh, një qasje të egër dhe të ashpër kundrejt femrave, ka patur një agresivitet që nuk ka ndalur as në 24 orët e mbas gjysmën finales, pra që ne ishim futur në javën finale, nuk ka ndaluar as gjatë javës që kjo supozohet që nëse neve bëjmë një bisedë normale apo miqësore, unë nuk kam falur as Mirin, as Rogertin, as Mateon për ato 2-3 momente që mund të ketë ofenduar. Patjetër, ndoshta Mateon nuk hyn shumë te kjo pjesa e faljes, por Miri dhe Rogertin, por ama është një dëshirë ime e brendshme për të treguar publikut që ne që ju kemi ofruar ato strategji, ato situata, ato luftra, dim edhe t'ju japim pak nga ajo që ne vërtet kemi brenda vetes son. Gjithsesi, Rogerti për mua përballë meje ka qenë njeriu më bullizues, më ofendues, më diskriminues. Mos harrojmë për çështjet e krajinave që Rogerti gjen momentin për të ma përmendur. Ka thënë këtu brenda fjalë për Shqipërinë dhe Kosovën që një djalë shqiptar nuk mund të ketë një marrëdhënie me një vajzë kosove apo anasjelltas. Ka bërë ndarje krajinash duke konsideruar gocat laçane në atë rast Juelën me gocat e jugut më të forta dhe më të buta. Pra nëse ka qenë një person këtu brenda që ka sjellë ndarjet krajinore dhe këto bullizimet apo diskriminimet e origjinës, absolutisht që ka qenë Rogerti. Mos flasim pastaj për kërcënimet familjare, për qasjen që ka patur kundrejt meje si vajzë e të tjerë. Këto 2 minuta duhet i marr për veten time. Arsyeja pse unë dua ta fitoj pse duhet ta fitoj është absolutisht sepse këtu brenda si fillim jam ki respekt Rogert, ki respekt. Kam treguar që jam ndër vajzat më të forta në shtëpi, tregon dhe fakti që jam një nga finalistët e vetme vajzë këtu brenda. Jam përballur, kam marrë përsipër të gjitha gabimet e mia, jam munduar të përballem të gjitha atyre uljeve që kam patur në lojë nga vetë veprimet e mia, po ama edhe nga dëshira që kam patur të tjerët për të më dëmtuar dhe më ulur në lojë. Jam qenë gjithmonë përballë paragjykimeve nga më të rëndat, përballë ofendimeve nga më të rëndat. Strategjia ime këtu ka qenë një dhe e vetme, dëshira për të qenë totalisht e sinqert, për të përballur me situatat e brenda këtyre mureve, për t'ju qëndur gjithmonë përballë të papriturës, edhe për të trajtuar tema sociale dhe jo vetëm. Gjithsesi, mendoj se kam treguar një shpirt luftarak. Në asnjë moment nuk kam dashur të tregoj, as nuk kam tentuar ta bëj rolin e viktimës, sepse nuk mund të jesh dhe luftarake dhe viktimë. Nëse do kisha bërë rolin e viktimës, nuk do kisha ndonjur në kokë Rogertis, do kisha ndonjur përballë Mirit dhe në këtë rast edhe Mateos dhe shumë njerëzve të tjerë këtu brenda. Pse duhet ta fitoj është se kam treguar të gjitha ngjyrat e mia, nuk kam pas frikë nga e vërteta, jam zhveshur komplet nga komplekset për të afruar sa më shumë me publikun, edhe për ta kuptuar që realiteti ndonjëherë kështu është, mund të jetë i hidhur disa raste, mund të jetë i gabuar në disa raste, por ama njerëzit e rëndësishme është që të jenë në progres me veten e tyre dhe të kenë dëshirë të bëhen version më i mirë i vetes, duke mësuar edhe nga ato pa gabime që mund të kenë bërë. E vërteta është që këtu brenda kam qenë një tabel darti për çdo banor, për çdo lojtar, dikush më ashpër, dikush më but, dikush në një mënyrë tinxare, dikush në një mënyrë të drejtë për drejtë, kam qenë gjithmonë e sulmuar, kam trajtuar si tema dhe situata nga më të rëndat, paragjykime që aty vajzat jashtë jam shumë e bindur që janë hasur her pas here me shumë gjëra që mua më janë drejtuar këtu brenda. Sapo i përket historisë Mirit, jam gjykuar pse unë nuk po e sulmoj Mirin, nëse nuk po zgjatën për të pjesa Mirit. Unë uroj shumë që këtu brenda ju ka pëlqyer. Uroj shumë që votat e juaja të shkojnë, edhe pse ne jemi pak shoqëri maskiliste. Uroj që e drejta këtë herë e pam dhe nga mendimet e çunave se sa maskilist janë. Uroj që ky Big Brother të jetë vajzë dhe ajo vajza të jetë mor. Faleminderit shumë që keni votuar dhe ju përshëndes, Sholina ju don.